Për të disat vit me radhë, Bashkia e Korçës ofron një mundësi për të gjitha familjet apo qytetarët që kanë dëshirë të merren me kopshtari apo buqësi, të cilët mund të bashkohen pranë kopshteve komunitare në qytetin e Korçës për të kultivuar tokën, për të ndarë përvojën dhe për të ndërtuar një komunitet më të fortë. Kopshtet komunitare ndodhen pranë parkut japonez, aty ku ngastrat të veçanta toke mund të përdoren për të kultivuar produkte të ndryshme buqësore, të cilat më pas do i dhurohen familjeve në nevojë. Qëllimi i nismës është për të nxitur akoma dhe më tepër aktet e solidaritetit që ne duhet të kemi si komunitet, por edhe të mësojmë edhe brezat e tjerë për të qenë vullnetare dhe për të ndihmuar ata që kanë nevojë. Kopshtet komunitare kanë qenë pjesë e projekteve të bashkisë. Këtë vit kemi bërë një ndryshim shumë të bukur. I është krijuar hapësira të gjitha familjeve korçare të regjistrohen në një link të pasqyruar në faqen tonë zyrtare të bashkisë. Më pas do të bëhet një përzgjedhje e parcelave dhe të gjitha familjet që do të pranojnë të angazhohen në këtë nismë do të përkujdesen gjatë të gjithë sezonit, duke i mbjellë ato me produkte buqësore dhe më pas në fund të sezonit ato do të dhurohen tek familjet të nevojë. Bashkia Korç fton familjet korçare të bëhen pjesë e kësaj nisme që promovon bashkëpunimin, ushqimin e shëndetshëm dhe lidhjen me natyrën.